teksa parashikohet që në mënyrë të menjëhershme nga burgjet të lirohen 380 të dënuar, sapo amnistia të futet në fuqi, projekt ligji për disa kategori të dënuarish në nenin 4 vendos një listë të gjatë kriteresh ndaluese. Sipas këtij neni, në draftin e siguruar nga Fact Check, një sër veprash penale, kryesisht të rënda, përjashtohen nga përfitimi i amnistisë, pavarësisht parashikimeve lehtësuese të neni 3. Kjo është një përmbledhje e veprave penale dhe neneve që të pamundësojnë të fitosh lirinë nëpërmjet amnistisë, referuar drejt për drejt dispozitave të Kodit Penal dhe Kodit Penal ushtarak. Krime kundër njerëzimit. Të dënuarit për krime kundër njerëzimit, nenet 73-75 të Kodit Penal nuk përjashtohen nga vuajtja e dënimit. Këto përfshin veprime të rënda si gjenocidi dhe krime të tjera me karakter ndërkombëtar. Krime kundër jetës. Vrasjet dhe format të tjera të krimeve të qëllimshme kundër jetës nenet 76-84 A të Kodit Penal dhe neni 77 i Kodit Penal ushtarak përjashtohen nga amnistia. Këtu përfshihen vrasja me dashje, vrasja në rrethana cilësuese, si dhe forma të tjera të rënda të heqjes së jetës. Vepra të rënda kundër shëndetit. Lagosje të rënda me dashje dhe forma të tjera të cënimit serioz të shëndetit, nenet 86-99 të Kodit Penal nuk përfshihen amnisti. Krimet seksuale. Të gjitha krimet seksuale të parashikuara në nenet 100 deri në 108 A të Kodit Penal, përfshirë përdhunimin dhe veprat seksuale ndaj të miturve, përjashtohen nga përfitimi. Veprat kundër lirisë së personit. Rëmbimi, trafikimi i personave, heqja e palishme e lirisë dhe forma të tjera të ngjashme, nenet 109-111 të Kodit Penal janë pjesë e listës ndaluese. Veprat kundër moralit, dinjitetit, fëmijëve dhe familjes. Një sër vepra që prekin dinjitetin, moralin, fëmijët, martesën dhe familjen, përfshirë trafikimin dhe shfrytëzimin e të miturve, përjashtohen shprehimisht. Krime të rënda kundër pasurisë dhe ekonomisë, vjedhje me pasoja të rënda, mashtrime të rënda, pastrim parash, si dhe një gamë gjërë veprash ekonomike të parashikuar në nenet përkatëse të Kodit Penal, nuk përfitojnë nga amnistia. Falsifikimi dokumentave. Format të rënda të falsifikimit të dokumentave zyrtare dhe monetare janë të përjashtuara. Krimet kundër mjedisit dhe territorit. Shkeljet të rënda ndaj mjedisit si dhe ndërtimet e palishme në forma të cilësuara nuk përfshihen amnisti. Krimet kundër rendit kushtetues dhe sigurisë kombëtare. Veprat që cënojnë pavarësinë e shtetit, rendin kushtetues, marrëdhëniet nga shtetet e tjera, apo që kanë qëllime terroriste, nenet 208 deri në 234 B të Kodit Penal janë të përjashtuara. Krime kundër autoritetit të shtetit. Korrupsioni aktiv dhe pasiv, shpërdorimi i detyrës, veprat penale në fushën e narkotikëve, armbajtja pa leje në forma të rënda dhe një numër i madh veprash të tjera të lidhura me funksionimin e shtetit nuk përfitojnë nga amnistia. Vepra kundër drejtësisë dhe zgjedhjeve. Pengimi i drejtësisë, dëshmia e rreme, korrupsioni në sistemin e drejtësisë si dhe krimet zgjedhore, në 302 deri në 332 të Kodit Penal janë jashtë skemës së amnistisë. Krimi organizuar. Veprat e kryera nga banda të armatosura dhe organizata kriminale, në 338 deri në 334 të Kodit Penal, përjashtohen kategorikisht. Vepra sipas ligjit antimafia. Gjithashtu nuk përfitojnë personat e dënuar sipas neneve 8 dhe 9 të ligjit numër 95/2016 për institucionet që luftojnë korrupsionin dhe krimin organizuar. Neni 4 i projekt ligjit vendos një filtr të qartë. Amnistia nuk prek krimet e rënda kundër jetës, integritetit fizik, lirisë, rendit kushtetues, zgjedhjeve, drejtësisë, si dhe korrupsionit, terrorizmit dhe krimit organizuar. Në thelb, përjashtohen të gjitha kategoritë e veprave që konsiderohen me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe që sënojnë themelet e shtetit të së drejtës dhe sigurisë publike.